Faleminderit. Sot ta marrë një pyetje. Kom betë bashkëpërës prej 48 orëshit kalum. Okej. Nëse jeni gati, atëherë ju faleminderit shumë. Në vijimësi të deklaratës kolegut tim nga grupi parlamentari i Lëvizjes Vetëvendosje, më duhet të them vetëm edhe dy fakte tepër të rëndësishme edhe për opinionin publik, por gjithashtu edhe për subjektet politike të cilat po deklarohen duke na cilësuar neve si bllokues. Me disa herradhazi, 4 herradhazi, 57 vota janë për kryetaren e kuvendit, apo propozimin ton për kryetare të kuvendit, zonja Albulina Haxhiu. Në asnjë rast, ose në asnjë instancë, në votimet në kuvend, në gjitha legislaturat e deritashme, vota për nuk është vot bllokuese. Vota kundër është ajo që e bllokon një proces, ose abstenimi, ose mos marrja pjesë në fare në procesin e votimit, siç po e shohim këtu në kuvend. Do të thotë ne në asnjë moment nuk jemi për të bloku formimin e institucioneve, formimin e organeve të kuvendit, e natyrisht edhe fillimin e rrjedhjes së afateve. Në raport me afatet, më lejoni të vë në vëmendje të gjithëve, që gjithashtu është e parapar edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, se 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, është e parapar që të konstituohet kuvendi. Ai 30 ditë është ditën e diel, me 27 prill. Apo nëse e shohim me ditë kalendarike, një pas një mund të jetë edhe nesër. Do të thotë se marsi ka pasur 31 ditë, prandaj kjo situatë nuk është se mundet të shkojë tërësisht në pafundësi, mund të sjellë në një rrethon krejtësisht tjetër, ku diskutimi i përbashkët me subjektet politike po afrohet gradualisht një datë tjetër e zgjedhjeve. Kjo në pjesën e parë të procesit. Në pjesën e dytë të konsensusit të përgjithshëm politik, për zonjën Albulina Haxhiu, po voton përveç se grupi parlamentari i Lëvizjes Vetëvendosje, gjithashtu edhe të gjitha partit me pak përjashtime të komuniteteve tjera jo shumicë. 2 nga komuniteti turk, 2 nga komuniteti bosnjak, 2 nga komuniteti egjiptian, e gjithashtu 1 nga komuniteti rom, 1 nga komuniteti ashkali. Dhe ato çfarë ne po e shohim, që po prezantohet këtu para jush, është që të 3 partit tjera, të cilat po e kundërshtojnë, dhe një tjetër e cila është ndarë përkundër që kanë marrë pjesë bashkë në procesin zgjedhor, po abstenojnë, duke tregu se kjo situatë është e papranueshme, se ne jemi bllokues. Tash edhe një herë po e ripërsëris, në cilin rrethon vota për është vot bllokuese, në asnjë rrethon. Përveç se në situatën ose në interpretimin i cili po bëhet sot nga ata që kanë kaluar ose deklaruan para nesh se ne jemi bllokuesit. Po me pas bllokuese jo që propozimi të njëjtës kandidate për të cilën ju si shumicë nuk i keni votat edhe po mendoni me ua imponu opozitës me në votu kandidate që ju postulani e që nuk i keni votat, që shpjegohet kjo nëse jo si blokot? Qysh mund të mundet me ju votu? Kjo vetëm mundet me vu emri se ndoshta opozita është duke e mendu se ata aktualisht për kundër i deklarimeve të tyre nuk i kanë votat për qeveri të opozites. Është mirë herën tjetër t'ju bëhet pyetja dhe atyne, a janë të interesuar për rrjedhjen e afateve dhe formimin e qeverisë, siç po e thonë se janë gati, atëherë le tregojnë a i kanë votat ata për qeveri. Se nëse i kanë votat për qeveri, atëherë munden me vazhdu me këtë procedurë. Shumë herë edhe parafolësie përmendi, që nëse ne na kushtëzojnë krye parlamentaren, atër ne kushtëzojmë në kryetar. I njëjti procesi votimit është me 61 vota. A i kanë ata 61? Po prandaj ne nuk po duam të jemi në këtë logjik bllokuese dhe s'jemi në logjik bllokuese. Ne po tregojmë se kandidatja jonë është zonja Albulina Haxhiu dhe ajo duhet të votohet me 61 vota. Njëjtë sikurse edhe 2 parti tjera opozitare duhet të tregojnë kush janë kandidatët e tyre për nënkryetar të kuvendit dhe ata duhet votohen në paku me nënkryetarin e kuvendit që duhet të jetë nga gjinia tjetër, nga grupi ynë parlamentar, që duhet të votohen me 61 vota. Dhe ajo është e garantuar në rast se ata votojnë për zonjën Albulina Haxhiu. Po ka pas emra që me radhë, po. Tha që brenda Lëvizjes Vetëvendosje janë diskutuar zgjedhjet dhe qëllimi i Lëvizjes Vetëvendosje është të shkojnë në zgjedhje bashkë me zgjedhjet komunale, pra se në zgjedhje parlamentare, njëjtë po me zgjedhjet komunale. A qëndron kjo
dhe qysh me dalë për kësaj situate. Ju nuk e ndërni kandidatin, ata nuk e votojnë, ndërkohë ju keni thënë që votat për formimin e qeverisë keni. Pse nuk janë edhe votat sot për kalimin e kryeparlamentit? E para nuk qëndron, për arsye se unë i përmenda me radhë faktet edhe argumentet të cilat e tregojnë se ne insistojmë në formimin e institucioneve dhe konstituimin e organeve të kuvendit. Dhe pastaj të procedojmë në votimin e qeverisë. Prandaj shkuarja në zgjedhje për ne mbetet opsioni i fundit në situatën ku nuk ka asnjë reflektim për votimin e kryeparlamentarës. Ndërsa kjo e dyta, besoj që ka mjaftueshëm kohë për të tregu a i kemi apo nuk i kemi 61 vota, se ajo pastaj shkon komplet në marrëveshje e cila bëhet publike dhe dihet se si është kompozicioni i qeverisë në ardhje apo i pushtetit apo i qeverisë tjetër, do të thonë qeverisë së re. Prandaj kjo çështje, këto dyjat nuk lidhen fare, se mos formimi ose dështimi në formimin e qeverisë nuk sjell me domos zgjedhje të reja, përveç nëse dështon disa heratazi, dhe ato afate janë qartë specifikuara. Por në këtë rast, ne kështu ose mund të shkojmë pafundësi ose të ketë një kërkesë në të cilën 30 ditëshi i prezantuar nuk është, do me thënë, nuk kanë zjerë një kuvend të konstituar dhe atëherë duhet menduar për një zgjidhje tjetër më të qëndrueshme. Po. Preferuani të vendosjes për zgjedhjen. Që brenda 30 ditëve të mbahet të konstituime, nga po konstatoni që forcot në kushtetut që brenda 30 ditëve të mbyllet të konstituime. Apo në vendim tjetër? Jo, nuk ka, po kjo është një deriçk, themi, për të fillu interpretim ose për të kërku interpretim të më të tjeshëm mbi afatet. Për arsye se kjo pjesë, siç e dini të gjithë, se tashmë ka disa procedura në pas zgjedhjeve dhe formimin e institucioneve të cilat janë të përcaktuara nëse jo me kushtetutë ose me ligj, me akt gjykimi gjykatës kushtetuese. Asgjë më shumë. Ose është në formë e njërimi? Unë kam dërua, e kam dërua. Kaq. Zbatimi, a do të votohet që sërish do të utilizohet Haxhiu për... Gjithë. Ka shumë se është 7 vota apo? Gjithë. Kjo blokad apo do t'i hapni rrugë ndoshta zgjedhjeve të para?